Përshëndetje. Në këtë video do ju tregoj për një eksperiencë që më ka ndodhur mua, edhe kjo mund t'ju shpjegoj shumë gjëra, shumë pyetje që keni bërë në komente. Edhe kjo do t'ju sqaroj pak a shumë. Edhe unë kam dëshirë t'ja u tregoj që qysh e bana unë te, qysh ndodhi kjo mu, në atë gjendje që ndodhi kjo mu, ku isha unë atë gjendje që dija e sa dija, edhe çfarë ndodhi, edhe çfarë mësova. Që kështu është mirë dhe për ju që ta shihni për shembull, ta përjetoni vetë qysh më ka ndodhur mua, unë do t'ja shpjegoj sa më detaj sa ka mundësi, që të kuptoni sa më shumë, që kjo video mund bëhet pak i gjatë. Unë për ndje vetën mirë, unë kisha në atë kohë disa eksperiencia spontane, që ishe pëtë nga fillimi, kisha pa ca muj me këta unë, se pa e me dorën. Kisha të kështu spontane, ndiq në e kështu, ndiq në e një javë, në e në muj, a këpëton? Po sidomos shpesh e kisha gjendjen shumë të mirë, që kështu se kisha qef dija, isha kurios, a këpëton qa ka aty, qa s'ka ma aty, unë kam pa aty shpesh heri me, a këpëton po dalë kështu janë eksperiencia të shkurta. Edhe atëherë kisha shumë trupin e stresit, shumë nervos, shumë i egër, shumë i turbullum. Edhe që po të shohun më shumë se sa duhet, mund të krijoj diçka, për shembull, imagjinohet për shembull, si unë jam komplet të ndryshëm, që është bota tjetër, për shembull atë që kam qef të eksperiencoj unë, që takohem, që të kapem. Ku shkojnë atje për shembull, po të marrën më shumë se sa duhet për momentin, unë mund të filloj të thonë të hi, pas ka lejt nga menja kjo, kupton? I pas ka i truri, po unë mund të jem për shembull në blis, mund kam ndodhur ndonjëherë, jo kështu që të bëhem keq fare, po afër ka ajo që themi ne. Ke teprimi. A kupton ku jeti në kështu, i edhe këtu i shef gjitha gjanat, i një njerëzit i ban ku dalin të sikur zbulohen ato fuqitë tuaja që kemi në mrena ato që quhen superpowers. Me gjithë të gjanat të përpunoja, kupton? Në çast po baja që di dija të gjitha se për i dilshin tjerëve. Edhe unë po studioja me që kisha mësuar që natyra ta ngrenë frekvencën, ban kështu, ban ashtu, edhe unë po i baja këto gjëra sa kisha mundësi, edhe në këtë mënyrë unë po kisha ba që po thu momentum, ku kisha ngrejt atë vibracionin tim, i qetë, shumë mirë, edhe isha shumë i relaksum, edhe isha i pak i uritur në këtë mënyrë që të zbuloja sa ma shumë, isha i motivuar, s'po më dilshin lë gjërash, që s'po i kuptoja mirë fare, se këto gjërat nuk i mëson ke shkolla. Të duhet t'i kuptosh vetë, t'i zbulosh vetë, t'i trajtosh, edhe to shumica vinë si simbola, që të vjen si për shembull se ti video download ajo që është për shumë gjëra, edhe këto janë shumë kujtime që ti i ke ditë me, po i ke harruar nga që kemi qenë këtu në shumë kohë me, edhe kur vin këto duken sikur, a kupton, e trupi trajton për shembull. Edhe është si për shembull ti mund të shkosh spontaneous atje bam, edhe prap. Wow, ti kuptove shumë, po prap çfarë është kjo, se kjo menja për shembull me, që nuk e trajton dot me çfarë është, kurse vetdia e di që kjo është më, po duhet të mësosh menjën që kjo është e vërtetë që ndodhi. Menja thotë ja, kjo është ilusion, kjo është kështu, kjo është ashtu, se menja mësu këtu. E ke nga këtu. Ku vdes menja rrin këtu, ti vetëm merr informacionin edhe shkon ke shtëpia jote, luam menjën tjetër, botën tjetër. Po ke marrë eksperiencë, ke qenë këtu ke tjetër ose jetën tjetër, edhe merr këtë eksperiencë, kurse menja vdes këtu me trupin. Edhe kupton që ke vetëm vetura me programet. Ti ai kompjuteri original, programi original i gjitha kompjuterave të vegjël. Ti ai që merr këto eksperjencat, që zhvillohesh. Edhe duke ngritur frekuencën, unë për shembull, po i kuptoj ato gjërat, dola ke balkoni, no? Edhe po meditoja unë. Anë nga balkoni, u futa majna, u shtriva ke krevati, për ndje vetën fantastik, isha kështu, për ndje vetën aq mirë, sa i gëzume vëlla që pas ka i bot tjetër, që ka më shumë, e kupton,
edhe unë çuditësha këtë se si besoja, qysh kjo vërtet, menja se pranonte në botë. Edhe manipulon të mashtronte, so mendoja se isha menja në atë kohë. Edhe po i me shpirti thot po ti shipe veti, me ti që vetë aty e ka për vetë, i kupton vetë të gjanë, janë gjanë që ke ditë që i me më shumë mirë, më mirë se këtë gjanë e kota që ke mësuar ku krahasohet. E gjithë gjanat i kupton, i me trajton, nuk çmejnë menja që të punojnë me të, çfarë është kjo, çish po tregon ti mund që jam më shumë se ky trupi, gjithë të gjanat, e kupton? Është një proces ky. Unë sem ose gjallë, unë s'kam vlerë, Allah, pse po më dalim, si dalën tjetër që ka më shumë lekë, ose që është më i mençur, ose që flet më mirë, që i ndjekin këto ke YouTube, këto të Hollywoodet, që i hajnë fëmijët. Për shembull, unë s'po i dënoj të, po e kemi si shprehjen që ta kuptosh me çfarë është kjo bota, me çfarë bote jemi ne. Tu jeti komplet atje nal fare, ti i kupton të gjanat i me do pa kohë i trajtu, o motër, o vlla, se kjo nuk është ke shkolla këtu. Jem botati me njerë, ka njerëz që i bajnë këto, po të njerëzit me kuptojnë njëri tjetrin. Po këto që se dini me që mendon që jeta është gjithë që është, s'ka ma, kur des trupi des dhe shpirti, marroj filmi, se kështu na ka thënë këto religionet ne, dhe ne i besojmë tyreve, edhe s'dim gjafare, ne mendojmë se kjo është që s'ka botë tjetër. Edhe kjo të fikson parizon, blokon. Që kështu, prap ke eksperiencia, unë po ja them të gjërat, po shkoj pak tu pak aty që ta kuptoni mirë fare që kur isha unë gjendje, qysh i zbuloja unë gjërat e mia. Ju mund të jeni ndryshe, po mund të merrni ndonjë farë mësimi këtu. Se kjo është një rrugë e re, shumica tremet. Çfarë ndodh? Unë s'kisha frikë valla. Unë u futa si baçat bahet. Ajo do të dalë ku dali. Nuk kisha të menjë vetë të më trego. Edhe po vdiqja, unë s'kam problem se bollma i ke jeta, kupton? Kisha kështu na do ta programoja vetëm për gjitha gjana. Se s'dija ç'është punoja me të, çfarë janë këto gjana që po ndodhin. Edhe një nga këto ditë për shembull, atë ditë unë që po ndjeja vetëm mirë, ushtrija kervati ona, isha kënaqur, isha gëzuar që i thash o Zot. Unë kam qenë tri vetëm këty, vi vetëm këty, sa i di, unë kam kapte me kërsi për shembull, s'ku je me nanën tatë, kupton, i vogël, po pinë qumshin me të merr ndaj tjetri, me ti s'do ti do të rish me nanën tatë, aty nana tikin me ti qan, ku është nana, kupton, kjo është kjo ndenja që ta kapësh prap, ti di ku është nana ime, i më dëgjesh në mënyrë prap që ti kish ta kapësh nanën. Është ajo më kap me vërtetën tatë, ai trupi jot anë tjetër edhe për shembull ato njerëz që i nef atë tanë. Është ashtu, nuk e lçon dot kur e di me ti pak a shumë kush je, që të përsëriten to, është komplet ndryshon ajo perspektivi jot nga përpara. Edhe më është kjo komplet botë re, çish do bëjmë tu, çish do. A do të vinë të gjithë të gjanë, sensacionet e mosh, edhe kjo menja kjo të rëndon, kjo të rëndit, kjo të shmen, kjo të përplas, kjo të jep ato emocione që i ka programuar të këqija, i përsërit, kjo të ças bën. Edhe këto gjëra unë si dija, do t'i mësoja duke bakte, duke baste. A do të mbaj kjo në kështu lam shfare që themi ne. Se të kishin e farë shkollën, e farë mësuesi që në mes na mësonte gjërat e kota, të mësonte më këtë me për shembull, kur shkosh atje do bëhet kështu. Kto janë kështu, kjo bëhet kështu. Po doli kështu do t'ja bash kështu. Muzia si gjatë. Unë do fut aty, a do hajde bëjmë grushte me, dali kush dali. Edhe kështu e kisha në menjën atë kohë. Kjo është diçka e re, kisha pak frikë ta them drejtën që vëm me ças këtë bash, ku e kupton. Duke me tu në krevat edhe i maj me në tash o Zot tashmë unë dorëzohem këty. Më tregon ma shumë, unë duke gjende që pendi me, unë du t'jetoj vetëm kjo valla. O motër, o vlla, o brazer, o nan, o bab, kush jeni atje? Unë du t'jetoj vetëm kjo. Unë këtë personin këtu me atë avatarin ditës, unë kam më të rritu, po kam qef të rritë si kjo gjendja. Unë kam qef të rritë në këtë gjendja, unë kam qef të di ma shumë, se po më ikën. E s'po di vetë që shpë ikën, a kupton? Du të mësoj, du të më tregosh, du të shoh ma shumë, qa kam aty, qa është për mu, pse jam unë këtu, pse mi tregon gjithë të gjanat, pse qysh, a kupton? Edhe vjen vërdall aty.
Do zoti, ki kërvati e ndja vetëm mirë, u futem me letim thellë, mejna 20 minutave. Ku shifun, dolën 4 veta. Këtoj me mu. Si ku mi futu duhet, me ndihmu një jashtë nga trupi, edhe unë nga një isha shumë i kollajshëm. Unë me këto i pash, sidomos këto dy të parët, jo këto dy të tjerë që ishte njani, tjetri, unë shashtëri, si këto më erdhe mua dhe unë i dhash ato duhet, toj me në kapë mund se ku në zorën për jashtë me edhe fillovon, tu dhëtoja. Unë i pash këto dy të parët me, ja pash ftyrën, a kupton? Që e kështu e dija kush janë. Edhe dola unë fillova unë tu dhëtoja direkt. Edhe imagjinoje me. Unë për këptoj që këto për marrin me kush janë këto, wow, për ju shof ju ftyrën, a këpton? E di kush jeni, i me që për ju shof. Vup, e di me trup ishe për shembull si gjethe që bin nga pema. Uf, a shkolla ishte. Fillova antike unë, se kur i me unë, isha unë, ke trupi im i vërtet, jo ke trupi fizik. Po kishe, pa thuj kështu, komplet e ndryshe, i me unë, se kam eksperiencë këte, në këtë mënyrë. Po futoni me një farë portali aty, e di që sheshe të filmat, kur shkojnë të spaceship-at, që futen majnë aty, që ka drita, ka lëgjanë, ti vetëm shkona spaceship i shpejt, ato rrinë aty, shkon për shumë nga i vend me planet tjetër. Ishte kope shumë, po s'kisha spaceship, unë isha trupin tim që ishe spaceship. E gjysh ishte apo jo? Ishte dhe ma shpejt se Supermani, ku të shmena fare. Që i ka, po në atë gjendje unë, e s'vuj këtë trupin këshu ke kjo portali, që isha futu, po i ke nalt. Jo këshu nalt fare, po si këshu. Isha e vedishim me që isha këtu mëjna, njëtën ko i qodishim që pëndodhë. Kjo është live, nuk është kjo ke t'jenë live, mene ke ajo filmi, ke Hollywoodi, ato që isha këti që futën këshu. T'jenë live aty, nuk jenë film majme, t'jenë vedije, që ishë përfrasën në të. E kjo nuk ndodhë çdo ditë, a këpëtan që ta dishë që është. Unë isha kështu, aq i kënaqur, e ndjen vetëm fantastik, shumë mirë që i me i gëzuar që u ba diçka i me, që shpo flasin të tjerë, shu i gja në eksperiencë ta mami me, si ku kapa unë, me aksident, pa aksident, s'du t'ja di, unë vetëm kam qef tiki nga këtu, se e kuptova që këtu s'kishe gja ma paka shumë i me, që ka ma shumë i me, dhe kjo nuk krahasohet në atë kohë ku i diti këtë gjendjet, që shumë me duhet tike shpi, tregonin qa të bajme me, tikin e event tjetër, se bol ma këtu, kuptoni me kanë kuptu paka shumë ku jemi, thoja, mendoja në atë kohë. E si ku po vazhdoja ke ky tuneli unë, ke ky portali, e pa shumë për shembull, kishte ujë rreth e qark, kishte dritë ishte aty, edhe kjo që duket si e kaltër mbrapa, blo, ishte si tip ku isha marrë në një farë deti. Ashtu që është më duk më atë kohë, ta tregoj me ashtu që është më duk. Edhe kjo eksperiencë ishte e çuditshme se kur arrita unë me vend aty. U shifun me ishte vend komplet tjetër, në boll tjetër, po thuj, që ta kuptosh. Edhe atje me kishte tjerë, që ishin aty. Ose cili ishte për shembull si jemi në punë me punëtorë, se cili banë të vetëm. A kupton? Se cili banë të vetëm. Ky është për kompjuterin, ky është për gjatjetën, ky është për satelitin, ky është për baushqimin. Edhe njerëzit banë gjatë vetëm, unë si pash detale, po vishin për qark, po thoj shu ishte si tip basa ajo. Nga pamja ime para, po me unë e kam pa më vonë me që çfarë ishte nisha kështu që quhet kjo quhet si tip spaceship-i, nga këto mëdhaja, por kjo s'ishte e madhe, kjo ndukesh shumë më madhe
se i shtet, a kupton, kjo ishte shumë e madhe. Edhe më madhe se i shtet, ose diçka thënë, kjo ishte tamam kështu. Edhe çfarë s'kishte aty mrena. Po kur u futëm këtu mrena fillimi edhe para se me dal, para se më futu mrena fare, do t'rregoj edhe pak për rrugën astrale që kuptova. Kjo sikur kishte për shembull ishte kështu checkpoint që quhen këto. Janë ato që di kap që janë për shembull janë se tip rrezësh, janë zona që tu ti merr informacion, tu merr informacion, kupton më shumë, kush jeti, kupton më shumë kush jeti. Kështu sa më shumë që shkëputa shumë, ku erdhën këtë dyta më që e kuptova që unë s'kam baj fare me këtë trupin këtu. Kështu e kuptova shumë mirë fare. Edhe këtë trupin më shumë larg më. Unë as kisha qenë vija mrapa, edhe si ku mu liruan komplet ato dhimbjet, kuqjet e këqija, stresi, mendjet e këqija, unë isha shumë prezent, edhe kjo po shkonte shumë shpejt, po ishte gjë natyrale, si këtu për shembull ne jemi breshka, aty ne jemi lepuri. Breshka më se kuptoni më se ç'ish bëhet kaq shpejt, se është shumë natyrale. Se lepri më, kjo është gjë normale për leprin. Ashtu ishte aty. Ta krahasosh këtu më që bëjam këto gjëra shumë, është gjë normale, fantastike, isha prezent, bija komplet, gjëra për i shpejt, të kisha pa këtu, do merreshin në mend. Kush atje ishte gjëra natyrale, jam se po flas me ju. Edhe më thoni astral, nuk është astral, ishte kështu ajo, ke pana jandër, jo, është menja që i ban këtë, kjo është shumë e limituar, shumë e bllokuar, kjo është s'di çfarë them më për të, e duhet që është e imja, apo edhe ka vujt shumë, është programu keq, që me vedia ime që jam unë i vërtet, të mësoj me këtë menjën që të gjana që i kem mësuti, jam për të marrë një eksperiencë, për t'i ndikë të gjërat, për t'i marrë të eksperiencat pa ditë, kështu së shfajot, kam programu tjerë, ta kanë dhënë emrin, çfarë do bash, kur do ikësh, ku s'do ikësh, fillon t'i kuptosh të gjithë gjërat tani, e kupton? Ti të realizosh apetaren, do lexosh këtë, do shkosh kështu ke shkolla, do bash si të gjithë tjerët, po s'ban ashtu, do të marrë tjerë për budalla, unë do të rraf, unë do të baj. Edhe ti me do bash si do dhojnë tjerët. Do të japin tjerët emrin. Do ash ushqimin që të kanë përgatitur tjerë ke laboratori për shembull. Dalësh ke natyra, kuar ato të bajnë me gaz. Kur vishtu do të fusin ca shoringa të bukura që bajnë kështu tamam me edhe të shmirë për kjo është shkataron komplet aja përmena që mos kapesh ti me internetin. Do t'jesh ti i merr një farë nivel t'na që ti dalësh kësaj të virusit që të fusin këto çfarë bajnë këto. E këta i bajnë me vedije këto. E ti më thon, mami, babi. E kupton? Të futë bjerë. Edhe mëna për mëna, edhe nga dosh ti. Edhe thonë ty që kjo gjë është normale, edhe ti beson edhe ti respektoni shef këto sikur janë këto në gjak kështu. Ai të shohin poshtë dhe dije tash vetë. Çfarë kemi pa këtyre. I kupton gjithë të gjërat, ti kontruni fare, e ti thoni kjo është astral, çish e ka kjo astral, ku i kupton të gjithë të gjërat, e këto janë gjëra që ke ditë për gjithmonë, për vetëm të ke harru. Ani thosh pse mu, pse kështu, pse ashtu, jo vlla ti po i vut sa rrugët, unë do të takoj të gjysë rrugës. Tjetri ikën rrugë tjetër, kur ti jetë gati dhe ai, do vi dhe ai ose ajo. Të shpjegohen, kuptohen gjithë të gjërat. Sikur ti e kap me kompjuterin, me çfarë do ti e kap informacionin, këto dalin ty. Për çfarë pyetje ke ti, ato do të shpërblehen. Që shu për ne duhet ti ke unë shtëpisë, duhet ma këtu. Marrova punktuan me këto gjëra. A kupton? Me këto njerëzit tu thonë duhet ti kja. Ka normali për shtëpinë time vëlla. Kjo nuk është shtëpia ime. I kupton këto gjërat, ku ke këto eksperjencat. Jo që i përshim për pak a shumë e kupton vetdijen, si dihet të detalet që është bëhet, po e kupton muhabetin, ajo ka të baj. Edhe pa të që ke shumë anë interesun, mund të futesh më në detalj, që të interesojnë të shumë. Unë për mund du di sa ma shumë, sa ma mirë që të kuptoj edhe aqë. Zdu unë bëhem profesori në altë këtu. Unë kam qef që jo jetën time në vetdije, ta jetoj tamam si mret. Kjo është ajo. Edhe, kur fillun këto doganat, po thosë këto rrezet, kur i ngjon, kur i merr këto informacionet, që po shkoj sa më lart, unë që kuptova që s'kam baj fare me këto këtu, isha aq i lirë, aq i mirë, edhe kur erdha ti unë, takova 2-3,
2-3 veta dhe këto edhe këto për shembull ishin shumë aty janë qetë këto, nuk sikur s'ke qenë ti larg shumë kohë. Unë po më duket tu se kam qenë gjithë jetën. Po shkoj atje unë, mirë se erdhe, a kupton? Janë familjar, po janë secili ka të autoritetin e vet, respektin e vet, është zoti i vet, është pak ndryshe si këtu, po është fantastike. Që e kupton që është një farë gjendje ma je pak si me mosh, ke respekt për veten tënde, ke ato ato gjana që i di gjitha gjanat, a kupton, një bak kështu si me mosh, sa ma që shtemi si trip ajo mjeshtri për këto gjërat, a kupton, kur arrit në farë level. Edhe si era aty ke kjo veni, unë ke kjo dhoma, ishte si tip aty, ke pak të aeroplanët që shohin aeroplanat, ajo që rrin aty në altë, që i shohin të nga zvinë dhe i tregojnë, po kjo ishte shumë e madhe. Ishte aty unë ke i farë veni ashtu. Edhe po shifja unë me, e futa kësy prap te nga erdha, kupton se po arrit aty unë me, isha sa ma shumë trishme, po ambientosha, po mbishim edhe menje me, gjërat po zbulohesh ma shumë, se duket pak si mjegulla, se ka që ke qenë shumë ti këtu, kupton, doja sa 10-15 sekonda, edhe sa ma shumë sekonda shkon, sa ma shumë ti kupton, sa ma shumë ti ambientohesh në gjendjetate reale, tu as gjatë, je shumë i qatë, shumë i vetëdijshëm, shumë shpirtnor, i bukur, vetdije, edhe njëri, edhe shpirt, i di gjitha ato gjërat në gjendje. Kështu i kupton, sikur me për shembull po del ajo lëkura gjarë për ta kupton, ti je aty me lëkura gjarë, këtu janë ato gjithë to emocionet e streset e gjana që i marrin aty ke loja, që na duket e vërtet. Edhe ma nuk ku përshita poshtë me, po ishte shumë larg, s'po shihej, po ku e futa vëmendjen në këtë mënyrë për shembull nga toka që erdha në vend nga isha, po diun. Edhe po shifa unë, ndoli kjo mu kuptimi, kjo vetdije me që shife me ti shpëtove ti e këtu. Po ti ke prap familjen të poshtë, ke gruan tate, ke fëmijën tate, ke nanën tate, ke gjithë të gjanat. Që ti shon këtu i me, do thuaj unë, jo, vlla s'do, unë do të marrë punë tu, do të rriu me nanën time, kur të des. U isha të janë, tash unë, është çudi pak, po sikur e kuptova që nana, baba, fëmija, janë kiloja, jo kupton, po e di kështu, duke çudi nga pjesa menjes, se kupton që këtu jemi nana, baba, janë gjitha gjanat, e kupton që atje ka ma shumë, i kupton që nana, baba, janë si të shpirtat e tjerë, është si mu, ka artu është ba nana baba ime dhe jemi ba personalisht edhe mendojmë se kështu bëjnë gjërat. Po ajo është vetëm një eksperiencë, edhe këtu për shembull, nga këtu dukesh sikur për shembull 90 vjet këtu, dukesh ke 3-4-5 minutave, ke bota këtu. Edhe me aty po thuj kam qenë mos kam qenë as një minutë akoma, pa afrohemi minutën, po e kuptoj gjithë gjanat. A kupton? Me s'po vinte pak ashtu, po rrije pak aty pa mbjetohesh, unë po shihja më që kuptoja më shumë, se po mbishim më shumë informacion nga ajo që është aty që doja unë, nga mendja ime. Po pa shumë. Edhe sikur ktheva nga që e dija që me për 2-3 minuta do vinë dhe këtu. Për shembull gruaja ime dhe fëmia ime. Që do vishin këtu me mua, e kupton? Është një vetdije. Sikur që në ande u çon ëndrme je këtu ime. Po është shumë reale. Di që ta them. Edhe është gjendje normale që këta i bëjmë gjithë kohën, i shefën, i kupton që të jam të lojnë, apo shiqysh u shkëputa, kupton, nga kiloja se isha kap aty, e ke atë kënaqësinë se më po pyetje shumë, kam qefti, s'duma, do t'i ke bota ime. E vërtet ke shtëpia ime. Edhe kjo më duket çuditshme, por shumë gjë normale, që kështu unë me bashkëvi që të vishin këto ime për 3 minuta, 4-5 minuta këtu. Po këto 3-4-5 minuta këtu, këto janë 10 vjet këtu. Këto ime do qashin nga mu, që do më shifshin mu që do disjan kërvat.
që sarat me unë s'duhet vija ma. A kisha vendasur me ika, unë fluturova, këtu e qysh është atje apo jo? Ti nuk du të kthehesh mbrapa, ku të kthehesh mbrapa, ti e shef ç'është në atë gjendje. Se ambientohesh sa ma shumë sekonda, minuta, ambientohesh, a kupton? Edhe sa kuptova ta una, edhe unë po më gëzova, unë zote dje se të qajnë, se bajnë ata, se kështu bajnë tune, vishim në zeje, sa qas të kam ashtrupte, shkën ke varezat, i lexojmë ato mallkimet, ato suret, këtë qas të kam bane, pa e të bëti gjanë të flas ma shumë, ma vonu, që kam zbuluhum. Që kështu, e kuptova që ajo do vinte me, po do ikte kjo, ke stresi, pa punë, çdo ditë, me frikë, qysh t'ja baj, pa burin timin me nela me fëmin, o zop se më more burin, do fillosh qashi me, a kupton, gjithë të gjana tu, po ti sikur si do bëj, i shef e di që janë aty ajo që do bëhet, po ti e paraisi me valla, ti je më i liri me ti je ai ç'a dush, qysh ta them, ti je ai King Kongu je, ti je ajo merret nesh aty. Zdi qa fjalë është përdorë, se s'ka fjalë për t'i shpjegu mirë fare sa mirë njën vetën atje, sa origjinali e sa i vetëdijshëm je me shpirtin tënd. Jo me trupin fizik. Edhe sa kuptova ton, piu, sikur disa nga këto njerëz që ishin këtu, ishin për shembull, do kishin me ato sistemin e vet, do bëhet kjo, do shkosh atje, do dalësh tu në këtë orë, do ikësh atje, i me do ikësh atje, i me ballkin e tu. Të shohim me sa ke kuptu, sa mund të kuptosh me se po më ndihmoshin mund ke bota tjetër me kur dola unë këto po më ndihmoshin, ishe edhe unë, edhe këto po më ndihmoshin, po unë s'po shive, këto ishin rreth të qartë. Po këto i kanë ato, i me është gati për shku atje, se unë s'dija valla. Po i me që do bëj, ku jam kështu? A kupton, unë pakoja, qyshe valla, ku jam unë këtu? Qysh ndodhi kemë kështu, gjithë të gjanat. Edhe dhe zoti morëm më këto, piu, i ka unë me i vend tjetër, prap ka i spaceshipi. Ishte kështu, si me aty me dimensiona, u futa me vend tjetër aty, mena për majna. Edhe u futa unë, për thonjë si këto centrat e mdhaja, që është për shembull si tip, erdha me farë si tip, dimensioni ku ishte për shembull, ku është një farë qyteti, ose një farë shteti aty, e kupton? Ose një farë supermarketi. E gjysh ikshin gjana apo jo? Sikur shef ikën ai treni shumë shpejt. Jo shpejt, po edhe më shpejt se ka këtu, edhe basi si tip drita. Kështu ikshin gjërat, edhe unë po ikja. Po baja për shkak kisha marrë atë. Që i fut gjana ato, që i fut ato ushqime që do për shembull. I fut aty mëna ka ajo, koshi, bie me vërdall me atë, unë pa fuse gjana mëna. Mos po shifja mirë se çfarë janë të gjana që po i fus mëna, po i shifja kështu po sikur i dija unë ç'a doja. Sikur këto për shembull, unë dhe këto ishim sikur kishim bane këto për pashë, ti di valla ç'a do marrësh. Unë tu si jemi mësuar kështu, tu do ta shohim. Çfarë është kjo? Ç'a çmimi ka? Kurse ti pa. Ishin gjithë gjana falas. Isha ke vendon që më duheshin këto gjana, ti më vetëm atë që do. Po s'pe mi që ish pa e dje që ishi gjana mirë, që më po futet diçka marrë, kupton? Edhe masi morova punë aty una, ne aty unë disa sekonda, po ishin gjana, ishin shumë gjana natyrale. Tu unë s'kisha shans, më dalin më shumë gjana ato, mu merën, me në pinë tokë direkt. Pa të ishe gjana normale, ishte vende ime qetë, është gjë natyrale, ajo që quhet për shembull planet thonë që nuk ka kohë. There is no time. Se kur bën për shembull pak kështu, bana kështu je inventate, i vetë gjithkohon, nuk ka kohë. Gjithë gjëra ndodhin në njëjtën kohë. Çu di, eksperiencoj vetë, shifë vetë. Edhe disa thonë që unë sa artikuloj mirë, por nuk artikulohen mirë këto gjëra. Unë me këtë vit të fundit jam marr pak me këto, sidomos të 3 vitet të fundit. Që i kam hyrë thellë fare. Që ti marrë këto, që kam marrë shumë eksperiencia, po për para saj, a këton? Nese. Prap ke historia aty. Morën këtë munet aty për shembull, ja, këtë unë, ja,
15-20 sekonda. Vup, ikën në event tjetër. Me unë ke farë kështu, kjo si i dhomë e madhe kjo, jo dhomë, po që si farë laboratori madh. E ke patë filmin Kaptajn Amerika, ku për shembull vjen aty ai është një si farë tubi aty që të futet më ai debati madh më i fortë. Ishte pak a shumë i soj, po si ishte tub, veni ishte pak a shumë i soj. Që janë këto laboratimtat aty, këto që punojnë se tip doktora me çerçapa bardh, këto scientistat. Po ishin këto njerëzit e me që shkëputën nga trupi, këto ishin aty me. Këto ishin në arsye për mua që këto futën mua për shembull, ki muri si punoj kësaj. Mi shtrin durët aty kishte kështu, që shi fusin të burgozën, kështu pranga. Edhe ke kamot, edhe ke duhet që të rria umje që mos luja. I ke pa këto që i pasin, këtë në për filma që i fiksojnë që i majnë këtu. Nuk ishte gja naturale, është gja shumë e thjesht. To mora unë këtë rupin bap, unë fut aty me bap. Edhe pa i shofi me këte çunit tu. Këto e me kanë farë teknologjia aty që s'dun t'i shof. Po s'deshën ato që t'i shof unë, ato kanë, edhe unë di që janë aty, po nuk i shof, për shembull, ishte kështu. Ato kishin farë teknologjie me, se kishin ato pak ndorë këtë udhëtimin, që ato mund përzishin, mund bëshin diçka për shembull që i mes kam qef të më shofësh, ose kam qef të shofësh pak, po jo shumë. Ti se kuptoni me, po ma vonde do losh pse më ke pa. Edhe çfarë shenja dashun ty me, që të kuptoshin me. Kuptojnë do gjana, po është vështirë me i shpjegu. Nese, u futa aty una, prapi që di që unë tash me qa po bëhet që unë i ka dhe ke veni, i kuptova këto i me mora këto gjanat, unë mendova me se u marova fare për me këtë trupi me këtë di unë sa ku kam qenë atje, kam qenë shumë ku atje me. Se atje si ku zmadhohet, ku prap, është varet ku je, janë ndryshe, unë si kam, akoma si kam, kjo është to shumë punë me kuptu gjitha gjanat, që shpunojnë, që zbajnë, ku je, kur s'je, që të më thënë, që të më thënë ajo. Po e kupton kështu në gjendje, por është vështirë me artikulu, sa ti është telepati, ti nuk kam me muhabete, se fjalët janë shumë të limitume, janë shumë të kota krahasi me telepatin, është me simbole, me gjana tjera, me energjie, është me vetdije, është nivel tjetër i vërtetit, ai që i themi ne i madhi Zot. U futa këtë benjo, filloj më ndol një ekran përpara mu, si këto filma që dalin, shumë teknologji e madhe. Po thuj, teknologji që është imi vjetë përpara, ose ma shumë. Si për shof të unë, thash që po bati, mësë unë jam vendime, që po mbajnë si kur unë i kam delë ndorë tyve, unë jam me në kukla tyve, të më kapin këtu, fusin këtu, më bajnë aty, lujkë shumë më, bajnë shumë më, po një bajnë vetë, po prap, unë ja kam lanë tyve ndorë dhe i thëmë vetës, mos baj gabimi me. Se kam banë shumë gabime përpara, i me mos baj gabim. Riqet, shif që u ba, mos i prish punët, mos u ba shumë excited se bësha shumë unë, edhe prishja për shumë ku dile në jerë. Thesha në trup. Që e bana edhe, ose kisha frikë, thesha në trup prap. I baj të përvimin që s'ndilë që në, mbiti nati, a këpëton, shkoja ke pylli, menuaj me qysh dhe baj radhën tjetër, qysh dhe kalojmë se të frikës, nuk ka frikë, a këpëton, qas baja. Nese, prapë muhabeti. Po ja u them kështu pra është mrap që të kaptoni mirë fare se kjo është shumë të vështirë me artikulu, me shpjegu mirë fare. Që kam thënë përpara nuk e mëson te kjo shkolla këtu. Kjo është diçka që menja nuk edhe kjo menja të pengon shumë se kupton. Mirë fare, ashtu që kupton shpirti, vetdia. Edhe ma tërgu mu një kështu me do një ekran të fillu këtoj me si tip bloka. Ato piramidës, i ke pa ato tullat e piramidët në ndaja, kështu ishte, po ishin drite. Filloj unë e sena, drite bara të zelonte, filloj dyta, filloj e treta, e katra, ani, katër dytë filloj një tjetër me, që kështu 4, 3, 2, 1. Është me qërë të piramidët, të janë që se po banë kështu dritë, po banë dritë gjithë ato. Okej, ta shuna,
vazhdoni s'po I prish punë, edhe I thoya vetes mos baj gabim, mos vendosë maj me në mësimi me, se po e prishe këtej me, ani do po ishim punë me njëri tjetrin, thoya vetes time, se kjo është eksperiencë fantastike me të shoh që po bëj që të kuptoj sa më shumë. Qesh aty, ma të rregulltohet. Mas kësaj të me, filloi trupi me. Dole aty, unë s'ku shif, unë e kuptoj që kjo është trupi im, që këto me të tregoj mu trupin tim të vërtet. Trupi dritës. Ky është ai trupi dritës. Unë asaj. Erdhi drejt këtu, unë alu për shembull I sekond, jam atë tash çfarë ndodhi tash unë kupton? O zotëri qet mos bëj kësaj se do dalësh nga eksperiencia, kupton? Edhe s'do bahet kjo me. U fiksova, ose kështu kemi në menjen. Erdhi drejt këtu ajo drita, unë pa komplet dritën ke ekranin që trupi im. Po trupi im I vërtet ajo që po tregoshin këto, më para se më kuptu miun që kam trup dritë kështu. Sikur toj me punojnë me mu po meditojnë që ma zbulojnë këtë trupin e dritës që udhëtoj, se është bllokum. Edhe filloi ajo unë as komplet. Thash mëna për mëna, thash shiqyr që unë thash ose I më ba mirë se kuptova që këto më po tregoshin mu. Aty pa të kuptova mirë, por kur vjen tani rrin me këtë emen, vin ato informacione për më shumë I kupton më qartë. So aty e kuptova, po dua edhe më shumë informacione. Edhe ishte ajo që kuptova unë, po e kuptova më plotësisht. Do ko pak truni me I trajtu gjitha gjërat ta shohim me ku I ke truni çfarë mendon, çish I trajton, çish mendon, çish e kuptove, do I shohim me edhe bin më shumë kur ke pas të eksperiencë. Se ne shkon atje, vjen toni, fillon tani, po vjen kjo, I më çish atje, e mora këtë, po se më mendin më që po më vjen më kështu, se nga ishte shpejt atje. Truni se kapi dot, edhe më po vjen më po kupton më mirë. Ja kështu na ja. Na njeri atje kupton direkt. Është ndryshe. Edhe kuptova mirë që këto piramidat e me, këto janë ato ku isha për momentin aty, që janë ato uqet e jona, gjërat që si dojmë, programin që kemi marrë këtu, uqet e tona, egërsirja, ato gjërat e këqija, për shembull, që unë si du që I baj, po jam I detyruar për shembull, ti mund thosh gjë e keqe, është për shembull kur njeriu vjet ndaj diçka, ti thosh është njeriu keq që vjet, po që s'është një e ka bërë qeveria të varfër, ai do të haj buk. Çfarë do bëj ai shkreti? A kupton? Edhe më marrin për të keq, me ta ndihmojmë. Nëse pa shumë besojmë gjithë se është vërteta, edhe gjinapi shkreti ai është poshtë, ne pusën më poshtë më. Si shpirt, ai e ka dashur vetë këtë eksperiencë, e di që do reagojmë kështu në këtë lloj, po kur I shef nga këtu, I me e ke dorë vet, atë pultin, atë kontroll në televizorit, e vën vetë që po ku se di me, do shohë çfarë do të tregojnë tjerët, edhe të vendosësh ashtu që ka vetëm TV-shë s'ka më, TV-shë më. Që kështu me ky është hajdut. Me kemi fut stampull tit në, as nisë dokte. Edhe I kupton gjithë të gjanat, çmejnë fare. Kjo është aq e vërtet, aq e mirë, aq e sinqert, aq e bukur, aq e dashur, aq e kuptueshme, që s'krahasohet me gjëra këtu. Atje ti për shembull e ke atë pamjen e Zotit 100%, kurse këtu ti je vetëm me 1% edhe pas ku je me 1% këtu. E di që pa thënë kështu na herë që ti po ishe truni, po që ta kuptoni mirë që kjo është e vërtet, besoni s'besoni, më shumë ka ndodhur. Edhe mas e mora këta ona, e kuptova këtë kuptimin, edhe kjo me do ko pak me I heq këto gjërat me, që ti me do pish të informacionin në thoshte, që po shërtu kush jeti vërteti, që ta integrosh, që ta ke ky trupi me, se si mësuj me, se truni nuk është mësuar, truni me ka kriju huqe, ka kriju mencione ku bat që do nxesh, ta vajte të shutja fuzosh grusht. A kupton? Po të bash shutja bash ashtu. Edhe vjen ato ndjenjat, janë gjëra normale, është refleksja ajo, mendoj nëse është normale kjo. Ku bash, do qajm, me ndjenja, me lot, sa shumë të programu. Edhe kur e bajmë ti ke pa ato që për shembull, që shkojnë për shembull, ja kam shutje që shushan të ta kuptojnë mirë, çfarë është kjo.
kur vinë kjo opera këto Hollywoodat, këto që bajnë gjanat me fëmijë, që shifni me njerëz të meshave të ke publik aty. Sikur erdhi jo Zoti, po Zotit. Bërtasi një ikën ajo loçka fare, sikur janë trëndit. Kur i shef çive thotë. E të beson që kjo gjë është vërtet, edhe njerëzit më shohin te operë miliona njerëz edhe këto me ditje pa ditje, kjo si tip hipnoze i kapja, edhe këto ne shqiptarët i dim që këto janë gjëra të kota se ne jemi në zhvilluar këtë gjendje, po janë të tjerë që unë i thoya vetë shqipe ky Hollywoodi këtu para se mi di këto gjëra që bëjnë këto me që kanë bë. Po sikur është kuptimi të tjerë shqipe me ky është i varë Hollywoodi, merr miliona lek, vjen këtu tallbëthën, lunë aty sikur është një mafios, po është njëri si puna jote, si puna ime, edhe këto me nikin han, sikur kanë pa gjyshin e stërgjyshin e gjyshit. Edhe kishte gjë normale. E me shifat e njerëzve të qartë time, unë kam jetu jashtë shtetit, shumicën e jetës time. Vetëm 15 vjet kam jetu në Shqipëri. Prandaj se flas dhe herë gjuhën mirë se kam harru. Po nëse, prapë ke muhabeti që harrova fare ku e kisha muhabetin. Po shkojmë prapë ke eksperiencë me. Edhe këtu që kuptova me këto gjëra time që ti do t'i pastrosh gjithë gjërat time, që ta futesh vetën këtu me, edhe kjo do pa kohë. Ti me vazhdon me atë që banin për shembull, edhe në njëjtën kohë me do të çlirosh këto pislluqet, këto plena që po i mankin trupi, që mendon se i pastër, je i mençur, lash ke dushin me sapunti, ose futet të maskën në banë ku je baba, ku do të bash baba, bash shefi, ku bash shefi, bash polici, ku bash polici, bash ministri, ku bash ministri, bash shoku, ku bash shoku, ti ke llolle maskash, atë ti vetë ke vetëm maskë. Kështu me kuptoje me tha, ishte gjitha gjanat i me, i ke kuptu, i ke këto vetdijet, edhe kur vjen ani i kupton dhe ma shumë ani, ja kupton se vinë këto. Është i farë, kom ti i hapur me, ke qenë atje, je zbulu. Kështu je shumë ditë me një farë gjendje blise, ku je që gjante fantastike, si ti ke kap me Zotin me, je prap njëtë dhe sikur vjen prap mrapsh, je prap njëtë me Zotin, pak a shumë, je edhe këtu dhe atje. Është një gjendje fantastike. Sidomos ku i merr këto eksperiencat në këtë mënyrë në fillim. Sa marrë punë, shkoj me prap i ky veni pilotave. Aty në fillim fare ku isha që ku erdha herë në parë. Edhe sikur me për shembull isha shumë me përqef. A kanë kisha ditë më fantastike ti me eksperiencë më të bukura, sa të gjana kështu, këtë gjendje. Sikur ndodhi me po vija prap mrapshime. Fillim tash unë. Çfarë po banere, a u thon? So isha unë, isha gjë e bukur. Ato njerëz janë level tjetër atje, isha level tjetër, isha shumë qymyr mëna për mëna. A u thon krahasem me ato që me këtë gjë që na më qymyr me këtë gjë që i marrim këtu ne, të peshën këtu këto gjë që na dobësojnë këtu. Po vija prapë me marrova punat e jona që kisha përvaj me shkua me ardh prapë mrapsh. I me përshkruaj prapë kjo me ky tuneli, ky portalli. Edhe kuptova që kjo ishte diçka tash unë sa kom çon mrapsh, e kupton? Çfarë do bëjmë këtu? Ultri që dashuri e pafundshme. Edhe më çon poshtë me unë kuptoj që po të komunikojmë me pjesën e shpirtit tim që ka dhe atje, kupton, ka pjesa tjera, për shembull që jemi si tip grupe, më thosh. Edhe më tha që shumë ti me vendose vetë, do të shkosh mrapsh apo do të shkosh mrapsh, kupton, po ti me si njeri ke qef të rishtu, se duket më mirë. A që të ka marrë malli për shpinë tate. Po i me atje ke zbulu lojën, që i me kjo është ajo finishja, ajo pjesa fundit e lojës i me, që që kuptova unë, kam kuptu shumë gjëra tjera, se kur je në gjendje pyet, ti merr informacione sa dush, edhe kur je i hapur, merr edhe më shumë.
edhe më tregoi që e kuptova dhe vetën. Që ti mund të rish tu sa dush, ky vendi nuk ikën, këto vendi janë të bukura, janë gjithmonë këtu, ka dhe tjera, pa ça dush. Ti këtu je normalisht gjithë kohën, po i me janë aty për 3 minuta, 5 minuta, po duket sikur je 5 milion vjet. Që kështu do vish prapë. A kupton? Po i me ti e vedi, me çka ke qenë bash. A do në kuptova direkt me. Aty pa tu se kuptova, po ma vonë kuptova që unë e vendosa që se nga që përshkoshin gjarë shpejt dhe njerë, që unë për shembull e vendosa aty për aty që për shembull ajo bota aty ekziston, nuk kam qef të ri aty. Po kur ti di ç'a di, që më tregohet mua me pak a shumë edhe me histori të tjera që kam marrë, se merr pak këtu, merr pak atje, që ka lloj nivelesh, kuptosh. Kur ti je për shembull je i vetëdijshëm me edhe ke planifikuar që do bash të që do bëhat me këtu, ke një farë purpose aty, që e ke arru. Ku jeti vendi me, në ti e kupton është ajo që ku i di ti këtë gjanti me ti nuk ke qef ti kish aty, ti ke qef me të vish, ti tregosh tjerëve që kjo është e vërtet, bajeni vet, shiheni vet, eksperiencojeni vet. Në ca e bajnë shpejt, sa du shumë kohë, nuk ka aty, nuk ka kohë normalisht. A kupton? Që kështu do të ndodhi. Edhe kur visi këtu mrapa më tha që i tregosh tjerëve me për të gjërat, fillo me njerëz të tuaj me ai që beson, ti vetëm trego ato eksperiencat tuaja me besojnë, ku janë ato që janë gati do të besojnë. Ato që janë gati atyre di vi ku janë kohën e vet. Kështu me ku jetë vetë me ti edhe shef që kjo ti me je kampion, ti je në gjendjen origjinale, ti shkoni me atje, me vedije, nuk je më i qërum, që mendon që ky njeriu dhe s'ka më. Ti ke atë perspektivin komplet ndryshime. Për me do pakoj me i heq të gjërat e pislluqit që i ke, për shembull. Kjo do bëhet i me, edhe do mësosh edhe më shumë, do kish më shumë eksperiencë, do takohemi edhe më shpesh. Edhe kështu, për shembull, i me ti di ku çfarë është purpose, ti me vendos çfarë dush, ti mund bash edhe diçka tjetër. S'unë jam i lirë, nuk më thënë që më ka dhënë Zoti të mund të bëj se të më Zoti, jo, po ti aq i lirë. Unë bëhem edhe shejtani me këto gjëra që i kam mund dorë. A kupton? Po di që shumë gjëra do bllokohen, po bëhem unë i keq, po unë mund bëj prapë shumë gjëra të këqija. Me këto gjëra që di unë, po vendosa. Që kështu kjo quhet ajo dashuri pa kondicione, jo si kemi ne këtu, të dua shumë, po s'ban se të them unë, da hash pullën, ose da hash grushtin. Që s'ka të baj, që ku thonë tjetë janë iluzione, është kjo, është ajo, shoku im, shoqja ime. Kam dëshirë për ju të provoni ta shihni vetë, sa atëherë do i ndryshoj perspektivi ku ta shohësh veten tate, jo ku e lexove ti librin. Nese, këto janë ato kuptimet që kuptova, edhe erdha mrapsht tani. Kisha i farë krenarie që, shu po ka qef baba, që ta di pak a shumë i me që kush jam, jo ma që minua që kisha ky legeni këtu, ky pa vardi, pa gjë, ky shqiptari pak që ka vut gjithë jetën, që shohin tjerë që është kriminal, gjithë bota, kupton, gjithë gjanë që s'kisha në menjen, kupton? Gjithë ne kemi këte. Hajde të tha, shijo jetë me, bëj që dush, ti mund bash te, mund bash atë, në me vendosa gjamet një të shumë me. Po lekës patën mundësi, po këto gjanat, po shumë, po t'i kemë gjitha unë, ose po mos ishe lekët në i farë arsye, që duhet baja unë? Mos kishe për shumë lekë, se leku, na jer i merë ato, ke menja për shumë, menja vendos, që është mësu këtu. Edhe që ku e di atje, po ban shpesh se ku është mësu tu sa shush, se ti gjes, ti huqja ajo. Kjo të fitoj për herë, pak a shumë. Që du të forcu kjo me shpirtin, që më trajtu që me marrë shpirtin dorë zemra, edhe menja është për shembull si shoku, edhe shërbejmë në njëri tjetrin këtu, bashkë, ka një jetë fantastike. Që kështu është aja kuptimi i shkurt fare, erdha këtu unë, edhe ku erdha për shembull, isha ke divani, po unë rash aty ke jo rash po si ku erdha ke obori lakuriç fare, edhe ajo ishte një gjë që më thanë që shefti, ke ardh lakuriç, dhe ikësh lakuriç, edhe
shih fëmijë prapi me ke pak mjetë me punu, me trajtu, edhe vazhdo që shpëton se je rrugë të rregullt. Edhe kaq. Ndjeva vetë fantastik, duket vetë sikur ai do mësosh tani vujit e këqija për shembull. Po desha, sa është mirë, sa më shumë pastron, sa më shumë shkon. Se ti e kupton vetë kush jetë origjinal, e di të bash sa më shumë ajo ta fuzësh këtu. S'mund ta fuzësh 100% se është e vështirë, pas nuk ka gjatë keqe të bëj, sikur bësh gjëra të këqija që thash parë, nuk ka të bëj fare, si e keq si e mirë tu. Po ne i shohim që banë çuni keq, atje Zoti na do i gjithë soi. Ajo është dia. Po kur shkon atje ti e gjykon veten tate. Se i di për shembull, shive që shkan se ti me Zotin, e gjykon veten tate, nuk ka atje Zot që gjykon. Ky Zoti këtu më mjetër, ky gjykon, ky të bën kështu, ty po s'bën, ti bën fuske zjarri, nuk përcelloj. E kupton? Dridhesh komplet. Jo fikët ajo sinjali, po prishet ajo kompleta motori. Vetëm kjo ajo shpreja. Po unë jam i Zoti i madh, që kështu mikët e mi nuk ka frikë, janë komplet të gjalla prava me mret. Ajo të frikët janë për të njerëzit që kanë qef të eksperiencojnë frikën, që shesh, t'japin adrenalinë, kur vdesin, për shembull ndodh në një gjë, çfarë frikë kisha, çish më duke ëndra, sa vërtet, sa realisht aty, sa vështirë. E ke atë adrenalinë nga që rrije me frikë që do të bat kjo, do të bat ajo. Që kështu, po e marroj këtu se u ba gjatë shumë kjo, po që ta kuptoni mirë me kështu eksperiencova unë atë kohë, qysh isha unë ke fillimi, qysh isha unë gjanat, wow. Po kur vjen anë këto tagë më qartë, edhe zhvillohesh, edhe kupton më mirë, edhe ke eksperjenca të tjera, ndryshe më mirë, a kupton më me kontroll. Edhe vazhdon ashtu se cili e ka të për vetë në vetë, edhe zbulon jeton jetën tamam për shembull. Bën gjëra reale që ke pëlqyer tash ti, jo çfarë thot ty qeveria që bash ti. Këto gjëra ti kupton veti, secili ka të pasionin e vet, i ka gjitha vegla që i kanë tjerët, ato të gjitha gjërat që ke pëlqyer për ty janë të lartë, edhe për të tjerët janë të lartë, edhe kuptimet, edhe gjërat që do ti. Që kështu është pak e vështirë me arrit atje, se nga që është jeta këtu e vështirë, nga që kemi gjithë të gjëra që duhen ba, me fut gjendin atë kohë, me bakte, me shku në aty, me ne 3 orë, me janë të shkataroj dhe të orë Tarzan, o budalla, o idiot, shku e bane punë, bane lek aty, që po bandu se ka i këtrunje, po të pa njëzë budalla, kemi janë qasë bana, këton? E shepë një që kesh aja roli që ke lujtë është kompjuter që lumë vetë, s'ka të baj farme të gjitha gjanat i ka në tjerë, i meti kush je. Aha. A këpëton, i shep shumë spektakel, edhe i njërohet në Ermenja, ku i do shqipe të pashin. Ku a qashe, kjo nuk jam, unë kam baj farme këtë, se ma të regon të më këtë. Nërë këshu. Jo ta di të njëroj, unë respektoj, të më faleminderit, do të flasësh mirë, ta mësosh mirë, ta edukosh mirë, edhe me kohën kjo bëhet e mirë. Ka i kam kuptuar, bajsat ke mundësi, që më pëlqen mua për shumë. Kështu, mirë pafshim, edhe dhe të regate ma shumë.